Unë personalisht as pi cigare elektrike, as pi shisha, as i lloj gjona, as nikotinën të që i fusni këtu, as i lloj saj. No, tran, unë jam shumë boring, e kam thënë në video të tjera. Tashi, ti që i bank të sajnë edhe këtë që i pini Red Bulla, tashi një diqat shkurë, se basi dikuj e një maj. Tashi, kur ti e merr një portokall, e shtrydh, e pin, trupi ta njeh se portokalli është për i Zotit. Kur ti merr një Red Bull, e pin, e fut trupi s'ta njeh se nuk e di se ç'a është. Se di trupi ç'a është, kjo është për njeriu, Red Bulli ka krijuar njeriu. S'ta di trupi ç'a është, s'ta njeh. Ta regjistron, e fillon ta regjistron si sheqere, si toksin, si diçka të keqe, ta regjistron. Domethënë fillon trupi e mbledh si toksin. E mbledh dikon, nuk e din se ku me e qu, se ç'a me bë me ta. Kjo është toksin, se m'lidher. Tani, ju që dëni me ndryshu trup, unë e kam bë vetë këtë sen, unë jam të thënë, unë s'jam t'ju thënë si këshill, ju bani që të dëni. Unë jam të thënë gjëra se kam bë vetë, okay? Se mos fillojnë këto dalin të dietë të TikTokut të shërdhajnë vesh këto. Tash unë të thënë çka kam bë. Unë për veti ha një herë në ditë. Kur ha proteina vetëm. Ha vetëm proteina. Do të thënë, ha steak, ha vezë, ha avokado, edhe avokado pak, do të thënë përdor, pak djath, edhe çfarë tjetër, krip detit, krip Himalaya ose krip detit. Ha një herë në ditë. Arsye sepse e lo trupin bosh. E dru trupin bosh, se kur jam bosh, a ke veni re se kur hani, mos i të hani doni me fjet gjumë. Kjo ndodh gjithmonë kur ju jeni të harë ushqim të vdekun. Kur hani McDonald's, kur hani gjëra që janë vdekme. Kjo s'ndodh nëse ju hani ushqime të gjalla, si është mishi, si është steak, mish, bërzoll viçit, ose ushqime të gjalla, nuk do të jap energji. Tash unë ha një herë në ditë. Arsye se pse ha një herë në ditë është se luani kur është më agresiv. Kur e ka stomakun plot apo kur e ka stomakun bosh. Agresiv me kuptimin jo agresiv me rraf njerëz, po agresiv aktiv. Kur e ka stomakun bosh. Kur e ka stomakun plot, i kalon gazella afër, e rrit ja fut gjumë poshtë hijes, luani atje si intereson, nuk aktivizohet. Prandaj me stomak bosh e ke menjën e qartë. Ha një herë në ditë, shkojnë fitness me stomak bosh, këtë e qabajon, mos harroni ju, se keni influencera që ju mushin me sheqera, me gjana, me sajne, dhe vazhdoj publikoj do video të ardhshme dhe jenë pak për sheqerin e për gjëra ato që kam bëu unë vetë. Domethënë fitness shkoj me stomak bosh, mas pune ha një herë në ditë, domethënë ha një herë në 24 orë. Mëngjes ngrihem, e marr shishën e ujit. Shishën e ujit e hedhi krip detit mrena, që kripa detit në fillimet më ka ndihmu që mos të mirën mend. Se janë do gjëra se s'mund të fillosh direkt në këtë dietë. Okej, jam të thënë, nuk mund të fillosh direkt këtë dietë, Kujdes. Kjo fillohet avash gradualisht. Kjo dietë mund ka ndihmu me çersu trunin, me nxjerr shumë sene, do t'i shpjegoj në video të tjera. Pra luani është aktiv edhe agresiv kur ka stomakun bosh. Prandaj ha një herë në ditë. Edhe kur ha e kam fokusin vetëm në proteina, në karbohidrate kret pak. Nga që jam shqiptare, ka herë ban në supë, në fasule, në gjëra, në grosh kështu. Përdorim bukë në nxatë se e bëjmë këtë sen, po jam gjëra të tjera. Kështu që ha një herë në ditë edhe kam menjen brisk.